Ligji I ri për rivlerësimin e pasurive të paluajshme pritet të hyjë në fuqi në 22 janar të këtij viti, por çfarë efektesh do të ketë për investitorët, familjen apo dhe për dinamikën e tregut në tërësi? Do ta flasim këtë temë në episodin e sotëm të podcastit ton Business Plus me drejtorin ekzekutiv të shoqatës kombëtare të agjentëve të pasurive të paluajshme, zotin Reinaldo Pipiria. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të jemi ju. Edhe për ne mendojmë që kjo është një temë që përveç diskutimeve që has patjetër dhe interesi publik për ta ditur është I gjerë, kështu që cilat do të ishin efektet e pritshme të ligjit të ri? E para ne mendojmë që do të japi një tjetër lloj dinamike dhe një frymëre të re tregut pasurive paluajshme gjithë sektorit. Nga statistikat që ne disponojmë, nisur nga iniciativa e parafundit për ligjin e rivlerësimit që daton diku në prill të 2024 nga një prej deputetëve të grupit parlamentar Partisë Socialiste, kemi vënë re që 2024 ka qenë rreth 4000 transaksione më pak se sa 2023 dhe 2022, duke pasur parasysh në atë periudhë kemi pasur efektet e rivlerësimit të fundit. Dhe akoma 2025, për paktën me atë që ne kuptojmë nga viti që sapo mbyllëm, nuk ka arritur nivelin e 2023 aq më tepër të 2022. Kështu që ne besojmë që kjo fushat rivlerësimi do të japi frymare, do të silli tregun në performancën e vet më të mirë siç ka qenë 2021-shin, 2022-shin dhe 2020-ën. Në të njëjtën kohë, do të japi mundësi shqiptarëve, pak nga disa llogaritje që kemi bërë, të kursejnë mesatarisht midis 5.000 deri në 15.000 euro për sa I përket çdo transaksioni me pasuritë e paluajshme, për shkak se prona do të rivlerësohet dhe diferenca midis çmimit të shitjes dhe çmimit të blerjes, pra kostos me cilën ti ke marrë pasurinë e paluajshme, do të datohet në vend të 15%, do të datohet 5%. Çka do thotë kur të dalin në treg, normalisht do dalin më lehtë në treg, do jetë më e tregtueshme dhe të gjithë palët do të kursejnë. Dhe e treta, besoj që në arkën e shtetit, për shkak se sa herë që kemi një ulje të tatimit transaksione pasurive të paluajshme, kemi një zgjerim të bazës që paguan, kemi prona të reja që në treg, kemi më pak evazion, më pak shmangje të detyrime, mendojmë që do të ketë më shumë para, që në vlerësimet tona flitet diku te 30-40 milionë euro, të cilët duhet të jenë plus në arkën e shtetit vetëm nga procesi I rivlerësimit. Po ndërkohë efektet e këtij ligji, pra kohëzgjatja, mendoj që është e kufizuar, pra një vit bëhet fjalë. Sa reale është që Agjencia Kadastrës do të mund të menaxhojë këtë proces siç duhet apo fluksin e kërkesave? Kohëzgjatja në letër është e kufizuar 12 muaj, në realitet mendoj që është më pak se 12 muaj për shkak se kemi parë një dekretim me vonesë të ligjit, pra është dekretuar vetëm në fillim të janarit 2026, duhet të hyjë në fuqi në 22 janar të 2026, por futja e ligjit, bërja efektive e ligjit, futja në funksion është në varësi të Ministrisë Financave, sepse Ministria e Financave bashkë me ASHK-n do duhet të nxjerrin në mënyrë emergjente aktet nënligjore, udhëzimin e tyre të përbashkët, për mënyrë se si do të funksionojë si proces, tarifat, vetë procesi I aplikimit, gjithë ana dokumentare. Kështu që pa dalë udhëzimi, ne mund të themi që tashmë jemi 22 ditë me vonesë, pra nuk kemi më 12 muaj, po jemi më pak se 12 muaj, mendoni që pa dalë udhëzimi, nëse nuk del udhëzimi brenda datës 22, atëherë koha sa vjen edhe shkurtohet. A është realiste si periudhë? Ne kemi thënë që është shumë pak një vit. Madje ne gjithë kohës, të paktën për 4-5 vitet e fundit, kemi thënë që duhet të rishikohet e gjithë skema e tatimit mbi transaksionet e pasuritë të paluajshme, sepse nuk mund të vazhdosh afatgjatë me fushata, sepse shkakton stres dhe ngarkesë brenda ASHK-s, stres dhe ngarkesë në treg, edhe shmangje të detyrimeve. Vetë ASHK-ja unë dyshoj që doja dali dot të procesoj të gjitha aplikimet. Kjo është arsye pse është lënë një 3 muajorsh në 2027, midis 1 janarit dhe 31 marsit 2027, që ASHK të mund të ketë pak kohë të procesoj aplikimet e prapambetura dhe të mund të paguajnë për nga qytetarët që të mund përfitojnë. Por nëse ne flasim sot, duke pasur gjithë dinamikën e tregut, edhe të sektorit të ndërtimit, ne vëmë re që numri I pronave të cilave kategorizohet që mund të përfitojnë nga procesi I rivlerësimit është shumë më I madh se sa në fushat e mëhershme. Dim që sektori I ndërtimit, po themi pjesa e real estate-it, ka pasur një frymare të re, një dinamik të re, një momentum të ri pas 2015 dhe 2016, për shkak se ka pasur një moratori midis 2008-2015, për afërsisht 7-8 vite, 2007-2015, dhe pas 2015 ka rifilluar procesi I zhvillimit të pasurive paluajshme në Shqipëri, po themi në Tiranë dhe kryesisht në Bregdet. Edhe këto prona me shumë mundësi janë pajisur me certifikat pronësie diku 2020-2021 dhe jo me shumë gjasa, jo domosdoshmërisht janë rivlerësuar në fushatat më përpara. Duke pasur parasysh që në fushatat më herët
janë rivlerësuar vetëm 250.000 prona. Marrim konsiderar dhe shtesën që ka ardhur pas 2026-s, pas 2015-s deri në 2026, me këtë numër të ri, pra ky 10 vjeçar, i bie që të jenë mesatarisht diku te 500.000 prona, të cilët kategorizohen si potenciale për të rivlerësuar. Ne besojmë që jo të 500.000 do të futen në procesin e rivlerësimit. Por le të themi sikur 150.000 të futen në procesin e rivlerësimit, prapë është shumë, i thon 10-12.000 prona të paktën për çdo muaj. 13.000 prona për çdo muaj që duhet të futen në procesin e rivlerësimit dhe një pjesë e tyre të dalin më pas në treg. Nga statistika që ne zotrojmë, dim që deri në fund të 2025-s janë rreth 5.500 kontrata, po themi deri në ditën e sotme, kontrata premtimi, të cilat janë gati duke pritur për procesin e rivlerësimit. Kështu që vetëm në janar duhet të ishin rivlerësuar, deri në fund janar duhet të rivlerësohen 5.500 prona. Mendoni më pas pjesa tjetër. Kështu që është pak realiste, ne urojmë shumë që çfarë po humbim gjatë 2026-s janarit, të mund ta rekuperojmë në 2027 dhe kjo do të jetë një nga kërkesat që besoj që gjatë vitit do të dali për të pasur një shtyre të procesit rivlerësimit me çfarë kemi humbur tashmë. Çfarë pritet në treg pas rivlerësimit? A pritet një rritje e transaksioneve, likuiditetit? Domethënë si mendoni ju duke qenë edhe në kontakt me gjithë agjentët e pasurimit të paluajtshme në vend? Ne presim që të çlirohet kapital i ri, presim që pronat të dalin treg, presim që të ulet presioni për rritjen e çmimeve, pra praktikisht presim që Tirana të jetë e qëndrueshme, por si se Bregdeti do të vazhdojë se janë projekte të reja dhe ka interes nga tuaj, kështu që pritet që të vazhdojë të ketë një presion, po themi, për rritjen e çmimeve, por në të njëjtën kohë presim që të rekuperojmë ato transaksione dhe atë dinamik që kemi pasur të humbur nga 2024 dhe 2025. Kemi humbur 4-5.000 transaksione të paktën, kështu që sapo kemi treguar që janë 5.300-5.500 kontrata që duhet rekuperohen vetëm në fillim të vitit. Kështu që tregu do të jetë ndryshe dhe me më shumë alternativa për çdo që do të ketë strehimin e vet, sidomos strehimin e vet parë. Për te ligjit, ajo pyetja $1 milion, a pritet një ulje çmimesh në tregun e pasurive të paluajtshme në vend? Unë besoj që pritet qëndrueshmëri e çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme, por jo një ulje. Të paktën nuk ka asnjë sinjal që do të ketë një ulje të tregut. Kam qenë duke parë pak statistikat, duhet të jemi diku tek 1.5 miliardë euro tregu i pasurive të paluajtshme në 2025, nga të cilat 1/3 vjen nga investimet e huaja direkte, gjysma vjen nga pjesa e sektorit bankar, pavarësisht shtrëngimeve, duke që tregu, po themi, pjesa bankare ka rifituar momentumin e vet, përsëri dinamikën e vet nga shtatori edhe në vijim, vjen nga remitancat në të njëjtën kohë, dhe atë që po vëmë re është gjithmonë më tepër, po bie pjesa e kursimeve dhe po mbështetet kryesisht nga këto tre burimet. Pra, kanë fituar më shumë terren blerësit e huaj dhe kjo është një shenjë pozitive në një kohë sepse ka ekspozuar vendin ndaj mundësive. Po, është shumë reale kjo. Si parashikoni që rivlerësimi të ndikojë në çmimet e referencë të zonave të ndryshme, si urbane ashtu edhe bregdetare në vend? Mendoj që procesi i rivlerësimit, nëse nuk do të ishte lidhur gabimisht me çmimet e reja të referencës, do të kishte shumë të dhëna dhe një vendimarrje më shëndetshme në afatgjat për këtë temë, për këtë princip për sa i përket pjesës së çmimit të referencave. Fatkeqësisht është lidhur me çmimin e referencave, kështu që do të ketë zero efekt, sepse çmimit e referencave do duhet të hyjnë në fuqi paralelisht me rivlerësimin dhe mund të rishikohen, besoj, vetëm në 2028 edhe në vijim. Atë që ne kemi sugjeruar gjithë kohës ka qenë procesin. Kur mbaroj gjithë procesi, kur të vendoset në funksion kadastra fiskale. Pra deri në 2028 nuk kemi një ndryshim të taksave mbi pasurinë e paluajtshme, deri në 2028 nuk kemi një kadastër fiskale e cila do të hyjë në fuqi dhe do të ndikojë të gjithë sistemin. Pra kadastra fiskale në këto 2 vite, 2026-2027, do të popullohet me të dhëna. Një pjesë të dhënave mundet të merren nga rivlerësimi pasi të kenë mbaruar, po themi vetëm fundi 2027-s mund të jenë të qarta efekti që vjen nga rivlerësimi, por për këto 2 vite nuk do të ketë. Ndërkohë që përqasja jon ka qenë që të jetë në fuqi procesi i rivlerësimit, madje të hynte në fuqi dhe të ishte efektiv që në shtator-tetor të 2025-s, të mund të fillonin të mblidhin gjithmonë më tepër të dhëna reale nga tregu dhe më pas të merrnin vendim për çmimet e referencës se sa do të ishin. Vetë përqasja e ekzekutivit është që pas 2028-s do të ketë një rishikim të çmimit të referencës në bazë vjetore. Se sa e bësh me sa reale është kjo, është për të diskutuar në të ardhmen. Rinaldo, nëse do të jepje një këshill një investitori apo dhe një familje
në ditët e sotme. Çfarë do të thojë? A është ky momenti i duhur për të rivlerësuar pronën, për të bler apo për të pritur? Është momenti i duhur për dy të parat. Nëse keni kursimet e hequra mënjan, vendosin në procesin e rivlerësimit, rivlerësoni pasurinë e paluajshme, sepse një pasuri e paluajshme e rivlerësuar është një aset i cili bëhet likuid shumë shpejt, është i tregtueshëm shumë kollaj dhe mund të shërbejë më mirë në të papritura që sjell jeta në Shqipëri. Pra ne nuk e dim ku do të jemi pas një viti, pas 2 vitës, qoftë oferta pune, qoftë ana shëndetësore. Dhe pasuria e paluajshme është aset të cilin ti ke nevojë siç e ke investuar, në disa momente ta nxjerrësh në treg. Kur ti e ke të parë vlerësuar, e ke shumë të vështirë nxjerrë në treg, sepse në çdo moment ti do të kesh një bar 15%. Po patë 15% tatim, bëhet më pak e tregtueshme, më pak konkurrente, bëhet më e shtrenjtë dhe e humb interesin në treg. E dyta është nëse keni ndërmend të bleni, ky është momenti. Pse? Sepse do të kurseni 5-15.000 euro në çdo transakcion. Ato taksa që do të ngarkoheshin mbi çmimin final, sot do t'i kurseni, ndoshta do t'i keni në përdorim për të bërë një mobilim apo për të bërë një restaurim të pasurisë paluajshme. E treta, për të pritur, nuk besoj që tregu në Shqipëri të sugjeron të prezës. Në momentin që tregu ecën me këto dinamika, në momentin që fiton më shumë siguri për sa i përket anës ligjore, siguri për sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, nuk besoj që do të kemi ulje çmime, kështu që nuk mund të sugjeroj për të pritur. Rinaldo, faleminderit sot për bisedë. Kënaqësi të isha me ju.